Shirat rikthejnë problemet në qytet. Problemi bllokimeve të kanaleve ujëmbledhës vijon të jetë një shqetësim madhor për qytetarët, e më tepër për ata që jetojnë në lagje të brendshme të qytetit. E tillë është situata edhe për lagjen 10 Korriku, ku në shumicë të rrugëve të kësaj lagjeje uji nuk largohet, edhe kur shirat kanë përfunduar. Janë disa rrugë të kësaj lagjeje që vijojnë të kenë prani të pellgjeve me ujë, gropave e rrugëve me infrastrukturë të shkatërruar. Por kjo nuk është një situatë e cila vjen për shkak të shirave. Shirat janë ata që e përkeqësojnë gjendjen, por në fakt edhe në raste të kohës së thatë, këto rrugë paraqesin të njëjtën gjendje. Kanë qenë të shumta e të her pas hershme kërkesat dhe apeli i qytetarëve për marrje masash, e në fakt, kjo është premtuar edhe në prezantimin e buxhetit bashkisë, që në nisje të këtij viti, por realisht asgjë nuk është bërë, duke i lënë rrugët e kësaj lagjeje edhe pse në qendër të qytetit të pakalueshme e të papërdorshme. Jemi mësuar tashmë që me çdo rast të rrëshjeve të shiut, qyteti Vlorës përmbyten rrugët kryesore, rrugët dytësore e sigurisht edhe lagjet në brendësi. Por nëse nëpër rrugët kryesore të qytetit punonjësit e ndërmarrjes shërbimeve publike apo edhe të Bashkisë Vlorës shkojnë aty me mjetet e duhura për të larguar ujin e për ta rikthyer situatën në kontroll, kjo nuk ndodh në brendësi të lagjeve. Lagja që ndodhemi aktualisht është një lagje që paralelisht ndodhet vetëm 20 metra nga lungëmarrja, është një lagje në qendër të qytetit, rrugë e lagjes së 10 Korriku, por nuk është e vetmja. Uji në këtë lagje jo vetëm që nuk largohet, dhe kjo problematik nuk është vetëm në rastet e rreshjeve të shiut. Uji këtu është prezent jo vetëm gjatë dimrit, por edhe gjatë verës, e ndërkohë që vetëm në temperaturat shumë të larta uji thahet, aty pastaj evidentohen edhe gropat e thella. Infrastruktura e rrugës së kësaj lagjeje duket qartë në pamje, është një rrugë që ka qenë në gjendje të tillë prej vitesh. Rruga është shumë keq fare. Shumë keq është, po. Ju jetoni këtu? Po, këtu jetojmë. Po. Si ja bëni? Si ja bëjmë? Kur këtu mbushet rruga që është e pakalueshme si që bë dje, ne kalojmë nga rruga kryesore nëpër lagje të tjera. Po se s'kemi çfarë të bëjmë. Skandaloze është. Gjithkohës asnjëherë nuk është bërë. Nuk e kuptojmë se nuk është bërë. Shumë afër qendrës dhe është turp, është kontakt i parë, mirë me njerëzit banorët që jemi këtu, po edhe me turistët që vinë. Asgjë. Faleminderit. Ndërkohë banorët, edhe pse të lodhur nga kërkesat e shumta që kanë dhënë, sërish kërkojnë ndërhyrje, pasi siç thonë ata, është për të ardhur keq që në qendër të Vlorës të vuash për një rrugë me standarde.